Dje në ora 11:40 në një objekt të vendosur në rrugën Tetov, fshati Trebosh, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga Republika e Turqisë, i cili ka keq përdorur qëndrimin turistik, përkatësisht ka qëndruar kundër qëllimit të caktuar. Ndalimi është kryer në bazë të një kontrolli aksional të realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike, Inspektoratin e Punës dhe atë të tregut. Dje në orën 14:15, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 44 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 41 vjeçare. E pas një zënke verbale, ka sulmuar fizikisht dhe i ka drejtuar kërcënime verbale. Denoncuesja ka pasur lëndime trupore, por ai e ka penguar të kërkojë ndihmë mjekësore. Dje në orën 15:15, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 50 vjeçar nga Tetova. Ai është denoncuar nga bashkëshortja e tij 51 vjeçare dhe vajza e tij, se pas një zënke verbale me 3 persona të panjohur në obor, ka sulmuar fizikisht bashkëshorten dhe u ka drejtuar kërcënime verbale nëse e denoncojnë në polici. Dje në ora 17 në fshatin Forin, zyrtarët policor nga stacioni policor Çegran kanë privuar nga liria një 51 vjeçar nga fshati Forin, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga nipi i tij 26 vjeçar, se për shkak të mosmarrëveshjeve familjare të pasqaruara, ai e ka sulmuar fizikisht atë dhe babain e tij. Dje në ora 20:50 në Gostivar, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 75 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se po atë ditë nga një supermarket në Gostivar ka marrë në mënyrë të kundërligjshme një pajisje zyrtare PDA nga kasa. Sot në mëngjes në orën 4:05 në rrugën e Ilindenit në Gostivar, zyrtarët policor nga sektori punëve të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 46 vjeçar dhe një 43 vjeçar, që të dy nga fshati Çegran. Gjatë kontrollit të automjetit Golf në sediljen e pasagjerit është gjetur një qese me lëndë pluhur të bardhë. 30 minuta pas mesnate është denoncuar nga qendra mjekësore në Gostivar se te ata me lëndime është sjell një 45 vjeçar nga fshati Toplic. Sipas deklaratës së tij, pranvarezave në fshatin Gradec është sulmuar me një mjet druri nga një qytetar nga fshati Pallçisht i Poshtëm. Pas dhënies së ndihmës mjekësore, personi është transferuar në kompleksin e klinikave Nëna Teres në Shkup.